Atëherë, në këtë video do shpjegojmë komplet dashboardin e trading se si mund ta përdorim. Siç thash, ky është walleti, kam thënë tek videot e më përparshme, ky është walleti kryesor i trading nga i cili ne mundet të transferojmë lek në ose para më sakt vlerë monetare në accountet tona të tregtimit, të cilat janë këtu. Kemi open account me të cilin mund të hapim një llogari tregtimi, kemi deposit që mundet të bëjmë deposit, kemi përsëri këtu open account që mund të bëjmë përsëri mund të hapim një llogari tregtimi. Kemi opsionin që të shohim vetëm llogarit reale që kemi ose vetëm llogari demo. Unë nuk kam asnjë llogari demo, janë të gjitha reale këtu. Dhe çdo account që ti krijon të shfaqet në këtë listën këtu. Pra në këtë listën këtu. Këtu, siç ju thash, ishte pjesa opsionin se si mundet ne të transferojmë nga walleti kryesor në accountet e tregtimit ose anasjelltas. Këtu opsioni për të depozituar, përsëri këtu opsioni për të tërhequr, këtu është opsioni për të shtuar një kartë krediti, këtu është opsioni për të shtuar një llogari bankare, po për shtetin, siç ju thash, për shtetin ton nuk na lejohet kjo gjë. Këtu është për të shtuar adresën tuaj të kriptos, mund ta shtoni shumë thjesht dhe këtu janë historitë e transaksionet që kemi bërë, domethënë nëse kemi tërhequr ose kemi depozituar etj. Pra, kjo është thjesht një qasje ose një shpjegim i pjesës të parë që ne e shohim këtu, po ajo çka është më interesante është kur ne futemi dhe shohim, domethënë, un kam shumë accounte këtu. Për shembull, në ky accounti kam bërë $70 profit gjithsej. Dhe në ky kisha $53 minus. Atëherë, këtu shohim balancën e cila ka qenë $50 më përpara kur kam bërë depozitimin dhe më pas 120 pas profitit. Mund të shohësh equity, mund të shohësh se sa minus ose plus je, mund të shohësh mund të shohësh pjesën e profitit total që ke dhe këtu shikon grafikun se si ka shkuar, komplet pjesa e balancës tënde, siç e shikoni, kam arritur deri në $160 nga $50 trade depozitim, pra $53, ka shkuar në 140, më pas në 120 i kam tërhequr të gjitha. Këtu tregon fitimin mesatar, këtu tregon win rate-on që ke, këtu tregon humbjen mesatare, po ashtu është e bukura sepse këtu tregon tregon se sa profit ose humbje je totalisht, sa ditë ke tregtuar dhe në bazë të javëve, pra siç e shikoni, un kam tregtuar në javën e 4 të nëntorit, 16-22 nëntor, kam tregtuar 2 ditë. Pra tregon edhe në bazë javësh dhe ditësh se si ka qenë, domethënë, sa ditë ke tregtuar dhe sa ka qenë profiti. Po ashtu dhe këtu në kalendarit ti tregon se sa lot size ke përdorur, domethënë sa tregti ke vendosur, ke dal fitim apo humbje, etj. Pra i ngjason shumë ose është i njëjtë me dashboardin e accountit që edhe Funding Pips e ka. Tregon sa ditë ke tregtuar, totali 4 ditë, tregon sa tregti ke vendosur, totali 17, sa lot ke përdorur gjithsej, që është 1.75, fitimi më i madh $40, humbja më e madhe $23. Tregon disa statistika për tregtit sell, për tregtit buy dhe
do me thënë tregon se si je ti me win ratio, do me thënë. Fillimisht tregon sa fitime ke pasur si sell dhe sa humbje. Pra në qoftë se shikoni, kam pasur një fitim sell dhe 3 humbje sell. Kështu që win rate i këtu është 25%. Kurse kur kam vendosur për buy, kam fituar 9, kam humbur 4, këtu win rate është 70%. Dhe totali nga 17 tregti, 10 kam fituar, 7 kam humbur, win rate afërsisht 60%. Këto janë disa do me thënë statistika gjëra që s'është shumë e nevojshme t'i tregojmë tashmë, dhe këtu tregon se kë instrument ne po e përdorim më së shumti, dhe në qoftë se shikoni ka qenë AUDUSD dhe më pas euro poundi. Dhe çka është më e bukura është se ne këtu kemi komplet pjesën e tregtimeve që kemi vendosur. Për shembull, kemi këtë çift kemi vendosur, kur e kemi vendosur, në çfarë çmimi, kur e kemi mbyllur, në çfarë çmimi e kemi mbyllur, çfarë loti kemi përdorur dhe profiti ose humbja këtu. Po ajo çka është më e bukur, vetëm një moment, është që ne mundet të vetëm një moment, sepse ndrova accountin. Okej. Ne mundet të shohim ose të krijojmë një certifikat që mund ta shpërndajmë kudo me detaje të një tregtie të caktuar. Si për shembull në rastin e kësaj tregtie AUDUSD, tregon që kemi bërë buy, kemi përdorur kaq lote, tregon çiftin, tregon profitin, tregon kur e kemi hapur, në çfarë çmimi dhe datën dhe orën, dhe kur e kemi mbyllur, çfarë çmimi, datën dhe orën. Dhe mundet ta bëjmë download ose mund ta bëjmë copy këtë imazh dhe mund ta shpërndajmë në social media ose ku di unë. Pra, kjo është një feature që besoj se shumë brokera e kanë. Pra, kjo është një komplet guide e dashboardit, sidomos e dashboardit për çdo account që trading e ka, të ngjashëm ose pothuajse të njëjtë me dashboardin e accounteve të Funding Pips. Kështu që uroj t'ju kem ndihmuar me këto seri videosh që edhe ju ta përdorni trading edhe të krijoni profitet tuaja.